Një objekt tjetër i rëndësishëm i trashëgimisë islame të këtij qyteti është xhamia e 7 krojeve. Dhe këtu pranë meje janë së paku 4 të tilla, është një krau aty, një burim i cili me sa duket nuk është funksional momentalisht, është ky këtu, me çfarë duket është më i madhi, në të djath është një krau tjetër, një burim tjetër dhe një çezëm tjetër në pjesë të xhamisë, i cili ka dhe një mbishkrim që me siguri nuk kupton edhe një përshkrim të kësaj xhamie. Për fat të keq, kjo xhami nuk ka marrë vëmendjen e institucioneve shqiptare për tu restauruar, për tu rijetëzuar, do ta pasuronte shumë këtë lagje, do ta pasuronte shumë këtë qytet dhe ajo që është më absurdja, kjo xhami vazhdon të jetë zaptuar dhe të përdoret për nevoja personale, ashtu siç janë zaptuar shumë objekte dhe shumë vakëfe të historisë islame. Momentalisht ajo nuk ka një minare, momentalisht nuk ka asnjë tabelë orientuese, madje as në hartat online nuk figuronte prezenca e saj. Po ashtu që do të thënë që të gjithë udhëpërshkryesit e përmendin që Gjirokastra karakterizohet nga një klimë shumë e pastër, edhe ujë i kulluar. Pra Evlia Çelebiu përmend thotë janë 5 çezma të mëdha, thotë me ujë të bollshëm. Pra pothuajse në qendrën të çdo lagje janë çezmat e ujit. Ujësjellë si karakteristik i Gjirokastrës, që për fat të keq sot ka ngel vetëm atë gravurën e Eduard Lirit që është ruajtur, që është i dëmtuar. Ai është i ndërtuar shumë herët, por që i atribohet Ali Pashtë Pelenës, i cili e ka rindërtuar atë në fillim të shekullit 19. Pra një ujësjellës me 2 kate me harqe, pra një ndërtesë e jashtëzakonshme, ndryshe njihet me emrin si ura e Ali Pashës, pa që sillte ujin e pastër të burimit nga malet edhe sillte në qytet. Dhe pranë xhamisë Meçite është hamami i qytetit, më saktë ajo çka ka mbetur nga historiku i këtij hamami, pasi ai nuk është funksional dhe nuk është restauruar. Një pasuri e trashëgimisë kulturore shumë e rëndësishme e këtij qyteti. Pra duket sikur këtu ka qenë një kompleks i rëndësishëm me xhamin, me hamamin dhe me krojet. Të treja të lëna pasdore, të treja pa vëmendjen e shtetit, të treja një pasuri dhe një xhavahir i pashfrytzuar ende. Për sa i përket hamameve, një dhënë tepër interesante që përmendet dhe Evlia Çelebiu dhe shumë udhëpërshkrues të tjerë të qytetit, është që qyteti ka vetëm një hamam që funksionon, një hamam që nuk funksionon, që rrin mbyllur, edhe pjesa tjetër thotë janë të dëmtuar, pra duket që nuk kanë funksionuar për një kohë të gjatë. Edhe ai thekson se kjo vjen për arsye se pothuajse në çdo shtëpi gjendet një hamam privat, pa të gjitha banesat e mëdha, pra kishin hamamet e tyre, edhe shumica e njerëzve nuk i frekuentonin, pra vetëm hamami i pazarit që përmend ai që funksionon pra me kot plot. Pra nga që njerëzit, siç e kemi përmendur tashmë, që ditën e xumas vinin krahas tregtisë dhe punës tyre, ushqeheshin, banin banjën në hamam edhe futeshin edhe falnin namazin e xumas.